Indërori Hafiz Gagica, kryetar I Degës Bibliotekës Ekonomie dhe koordinator për diasporën, profesor Ali Aliu, Salihu ishte njëri pendës dhe I pushkës, me pendë synon të bie, kurse me pushkë çlirimin të mbrojtjen e atëherë. Për angazhimin dhe veprimtarinë e tij, unë si ushtarak kisha ndëgjuar shumë më herët, kisha ndëgjuar për pjesëmarrjen e tij në demonstrata, për familjen atëtare, sepse dhe jem shumë afër në fshatra, në Bugaqen, kisha ndëgjuar për harmonizimin e statutit të komunës së Veçanit me kushtetutën e Kashanikut, po ashtu me angazhimet dhe veprimet e tina në Kosovë për grupet e para që foli edhe profesori Ali Aliu për hapjen e kampit dhe ushtrimet e grupeve të para dhe pyetjet në malin e Dajtit me Ademi Jasharin, Zahir Parazitin. Po ashtu e kisha dhe informatën se pas emrimit të Ahmet Krasniqit që ta udhëheq Ministrinë e Mbrojtjes, që gjithë këtë potencial, gjithë këtë organizim Salihu e kishte vënë në dispozicion të Ministrisë së Mbrojtjes që atëherë udhëheqi nga Ministri Krasniqi. Unë me Salihun drejt për drejt jam njoft para emrimit apo formimit të brigadave të para operative nga Ministri Krasniqi në vitin 98, ku realisht edhe pse kisha ndëgjuar, po e shisha një angazhim të palodhur, një motiv të jashtëzakonshëm që sa më shpejt të angazhohemi edhe të futemi në Kosovë. Edhe në atë kohë, unë u emrova si komandant I brigadës 131 nga kolonel Krasniqi dhe mora detyrë që të shkoj në Tropoj për me pa mundësinë e dislokimit të përthamës e kësaj brigade, sepse në atë kohë në fshatin Viçidor të Tropojës ishte vendos brigada 134 që nga kohë hiqi nga Tahir Zemaj, edhe unë mora detyrën që të shkoj atje dhe të shoh mundësitë e dislokimit të brigadës 101. Po atru shkum bashkë me Saliqikun. Edhe ju sigurisht disa për juve që keni kalu atë rrugë nga Tirana përmes qafës Mali deri në Tropojë, dini se sa e vështirë ka qenë ajo rrugë, edhe e shfrytzuar me diskutu për shumë çështje. Por gëzimi më I madh I Salihut ishte angazhimi I jon I oficerëve shqiptarë në luftën e UÇK-s. Edhe ai thoshte se tash është koha juve, ju duhet me tregu veten, ju jeni përgatitur për këtë çështje, edhe thjesht dinte me na motivu që përgatitem dhe të hinë sa më të përgatitur në luftë. Një evokim tjetër është data e 21 qershori 98, kur këto 3 njësi e dhanë betimin në fshatin Papaj para Ministrit Mbrojtjes kolonel Krasniqit. Edhe kjo datë është një datë e veçantë për gjithë ne që ishim prezent, sepse ish u betum në gjuhën shqipe
në uniformat shqiptare në emblemin e UÇK-s, edhe para ministrit tonë, para flamurit kombëtar në emrin e Kushtetutës, që do të jenë besnik, do të punojnë, do të angazhohen dhe në qëllimin përfundimtar të vendit tonë. Pas dorëzimit të flamurit dhe pas betimit, ajo ndjenja e atyre që ishin rresht, ka një ndjenje veçantë dhe do tjetë për herë e paharrueshme. Po ashtu, të vendos që të dajmë ju edhe një moment tjetër në Salihun, e që ishte jo moment edhe aqë i mirë, por është mirë të dim pak profesori Ali Aliu i përmeni, dhe më thonë, është koha e gushtit, fundi gushtit në atë vetën, kur Saliçeku ishte nisë për Shqipëri, me detyrë që t'interesohet pse nuk na arriti armatimi modern që na premtu në Kosovë. Edhe në atë kohë, ne që ishim një nek në agim Ramadanin dhe shumë bashkëtarë tjerë, Zarë Qeli dhe ndër tjerë, ishim të rrethu edhe në misioni armatimi ishte të harxhu pajisjet, pastaj medikamente shëndetësore po ashtu nuk ishte të mjaftueshme, kishim shumë të agosur, ishte një situatë jashtëzakonisht e rëndë, edhe forcat tjera të cilat i kishin angazhu për Dugarxhinit për me shpërthyer rrethimin, nuk arritën ta bëjnë, por në një moment vjen informata se ka ardhur Saliçeku. Aty kalum 2 net edhe 2 ditë. Dhe Sara ka situatën që kishim ne. Një nek edhe vendosi që të shkon fillimisht ta porrimi juve. Çka do dhe të jenë bashkë. Por me insistimin tim edhe të agimit, i thëmë, ju e dushë shku, për një është shumë rëndësi në ardha e municion dhe armatim që nga ka përtu, edhe Sala tha do shkoj do bisedem me ministrin Krasniqi, me Bërë Koshin, por tha i kom edhe disa lidhje vjetra që do t'i përdori, do të përmen profesorin Ali Aliu, do të përmen drejtutetin edhe disa të tjerë. Edhe shkoj, bisedoj, pas një kohë në lajmëroj si do të më bazu në kapacitetet e juja që i kini aty, sepse aja armatim që është në tu nuk dhe vjetë. Në ndërkohë, pas evakuimit të plagosur dhe të civilëve të kullatës dhe klinikët, ne të takuam në Saliçeku, edhe Salihu me një pjesë të madhe të ushtarakëve, të ushtarëve të brigadës 134 në bashkangjitet në Ballpaj, edhe fillojnë përgatitjet për heqjen e kufirit shqiptar. Një detyrë që nuk ishte as pak e lehtë, një detyrë që kërkon për shumë përgatitje, sepse për veprat mëdha duheshin edhe përgatitje të mëdha. Edhe në atë kohë ku i diskutojshim shumë tema që ishim disa dhe pa përgjigje, Sala të çdo herë e ka pas një përgjigje kem hafizit edhe të mi. Edhe këto përgatitje fillu në vazhdimsi,
caktum komandën avancum, e përgatitëm planin për heqjen e kufirit. Këtë plan e prezentu Agimi bashkë të Sani. Dhe miratova unë si komandanti grupit drejt operativ. Dhe në bazën e këtij plani është bërë heqja e kufirit shqiptar. Asnjë plan tjetër, nga asnjë instruksion që janë thirrur për intrimin e luftës, të ne nuk ka rezultu po zbatimi apo heqja e kufirit në bazën e këtij plani. Bazuar në plan, dita D, ose dita heqjes kufirit është caktuar data e 9 prillit. Na thëmë dita D në aspektin mështarak, po ajo data është data e fillimit të sulmit. Edhe shumë shpejt kemë arrit të shpërtallojmë forcat serbe, të shkaktojmë humbjet më, të marrim objekte dominante, vrasjen e Koshares, të marrim objektin Maja Glava, Shkozën, edhe kazernën Zafutin në raport të Klon. Të nesërme në batën vetë, kemë arrit që kazernin të marrim plotësisht, edhe atë kemë gjekë planin sërë dhe kemë vendosë planin shqiptare që edhe sërë banë. Po ashtu, luftimet ishit përdishtë. Forcat serbe në datën 11 fillu një kundër ofanziv, edhe atit forcat tona pësu humbjet male, edhe nga ne u largohet ose u fillua kemë Ramadani, që ishte një ditë ndoshta më e vështira për gjithë, por edhe për Salin, sepse Sala bashkë me Agimin kanë qenë shok mirë. Të gjithë të tjerë që mendojnë që ka pas divergjenca mes tyre gabim e kanë. Në datën 17 prit vjen Fadil Hadishonaj, edhe ne e zëvendësojmë Salin nga drejtimi 777 që ne kemë qujtë si drejtimi i rasës Koshares. Edhe kishim dëshirë që Sala Koshatna, sepse prej ditës 9 prillit, faktikisht prej datës 9 prill, ai këtë kohën ka që ndurën e vjen në front. Edhe ashtu ndodhi, e shkoj Fadilin vrasë Koshares, e murë detyrën, edhe Sala edhe në përshu. Në datën 19, forcat serbe kishin angazhu njësit ma elitare që i kishin në drejtim të Koshares, brigadën e gjatë të tretë parashutistëve, 72 speciale, policiu shtarake, edhe kishin fillu luftimet në të qëllë vjen e frontit. Sala i ndëgjoj pismat që vinin prej rasës. Edhe kërkoj nga unë t'i mërë disa ushtarë, shkon për Fadil. Shkon drejtimin 777 në drejtim të rasës. Na kishtë vendosi staf që mos të ekspozojnë Salin në për via frontit, por të tjetë pjesë e shtabit, sepse dëshironin që Sala mos të rrezikohet të rullë si personalitet që do të edukon për historinë më të rejtë tonë. Por nuk patë kush që ndarë. Ai vendosi në çdo kush të shkon atje. Arsyetimi i tij është Fadili është i ri në ato pozicione,
ka nuk i njeh ushtarët, edhe nuk bën me lanë, sepse ishte edhe situatë reale, sepse forcat serbe kishin angazhu një numër të madh të ushtarëve. Tha, plus komandanti më letu, që aty po dhe gjoka e limit, tha ka nga shkatën për me shkët. Urnes, e mor disa ushtarë dhe shkoj edhe unë këmë qenë në kontakt vazhdueshëm, në komunikim, derisa o takuim me Fadilit. Kurse për momentin e vrasjes ose të krijimit të Sales ka folur disa herë, Fadili e ka përshkruar edhe nëpërmes mjeteve të informimit, edhe ka qenë një besueshëm i Salivut, edhe nuk kisha dashur asnjëherë të shtoj diçka më shumë se sa që ka përshkruar generali Fadil Haxhani. A ditë forcat serbe kanë mësuar një marë. Komandanti i brigadës 72 speciale është Pelgos, edhe në atë lidhje kemë përgju kur ka thënë na këtu nuk kemi çka të kërkojmë, na duhet të tërhiqim, sepse kemë mësuar humbje të madhe. Por të njëjtën kohë, të njëjtën ditë, domethënë edhe forcat tona, edhe me çmimin e jetës, nuk i lëshuan pozicionet. Mund të them si ka qenë dita më e përgjithshme që nga 9 prilli deri në përfundimin e luftës. 13 luftarë tonë aty nuk kanë qenë për liri. Edhe ata janë Sali Çekaj, Gavrilici, Shevçet, Mustafa Vllojçan, Afrin Starku, Arvani Prizrenit, Aziz Vashi, Balinc, Bejt Kajdonçaj, Dedaj, Fatos Limoni Prishtin, Fisnik Ibrahimi, i lindur nga Irak, po ka jetu në Dragash, Hysni Tema në Kushnin, Ilir Hoxha Arvan, Izet Morina Ostrazov, Leonard Paluca Klin, Duan Bashi Kizren dhe Mejdi Kolani Pozhan. Këta ishin 13 që flijuan jo në vetëm në drejtimin e rasës, por në të gjitha drejtimet e luftës. Edhe pas datës 19 prill, luftimet kanë qenë të përditshme, kanë qenë shumë tashpra, janë zhvilluar në një afërsi nga 5 deri në 50 metra. Raporti i forcave tona, në krahasim me forcat serbe, ka qenë 1-5. Do të thotë, ne, kur e kemi fillu ofensivën e Kosharës, kemi qenë një batalion diku deri 350 vetë me logjistike, me gjitha shërbime tjera, por deri në përfundim të luftës, ky numër është rrit deri në 3000 vetë. Kurse përballë forcat tona kanë qenë 15.000 luftëtarë ose ushtarë të forcave serbe. Këto jo që i kemë ditë ne, po këto e kanë pranuar dhe vetë në filmin dokumentar që e kanë shfaqur në rastin e shënimit betejës Kosharës. Por ajo që është në rëndësi që forcat serbe janë detyruar të tërheqen në turp, kanë mësuar humbje të mëdha. Edhe pse i kanë përdorur mjecitë më elitare që i kanë pas, na kemi pas ushtarë që ndoshta si ndasin në paqit në pistolet. Është parafaquar me mjecitë më elite që i kanë pas. Por ka qenë morali fort, ka qenë vetimi që aty po dhe gjaku i agimi, Salivut dhe dëshmorë tjerë, ka nga shtatë nuk u në shkepna, edhe s'ka dohë. Kjo është një fitore madhe, ushtarake, politike, diplomatike, edhe është një betej që vërtet duhet të krenohen çdo njeri edhe na bën mundi krenar edhe për thellën tonë. Unë e di si
vështinë e betejës së shtojnë edhe njerëz të mëj. Krijimi i njerëzve të mëj, siç është Arima Madani, Sali Çeku, Xhemal Fetahu e shumë të tjerë. Por shtrohet pyetja, a kemi bërë mjaft ne për ta? Sigurisht si përgjigjja është jo. A kemi mujt me bërë më shumë? Sigurisht se po. Po kush do të me bërë? Ne gjithë bashkë. Edhe une edhe një herë du të përgëzoj për te këtë akademinë, sepse tash po krijohet ajo fotografia e përgjithshme e angazhimit të Salës. Edhe para fillimit të luftës luftore, do të thonë angazhimi i politik këtu në Gjermani, edhe shok të luftës i përshkruajnë evokimet e 99-s, edhe krijohet një fotografi e përgjithshme. Une jem shumë krenar dhe kom përnder gjatë të jetës që pata Salën Kravetës. Në atë ko shumë të vështirë, në atë ko kërshnikësh. Jo vetëm si luftar i palodhur në shërbim të atletë dhe kombit, por edhe buri urt me largpamësinë e vetë shtetëformuese, Salihu ishte shtyllë themel për suksesin e organizimit të ushtarak i aftë për krijuar pasqyrën e qartë në mes të realitetit atëhershëm gjeopolitik dhe kontekstit historik në të cilët duhet të veprojmë.